djatha, ose një parti që doli nga e djatha, disa të tjerë u bashkuan duke qëndruar në qëndër, të gjithë këta ishin kundra politikës së vjetër, përfshirë dhe Partinë Demokratike. Për shembull, ky nuk mund të konsiderohet një gabim i Partisë Demokratike, la tikte Agron Shehajni, i cili arriti të krijonte një parti dhe në pak kohë arriti të bënte një fushat, siç ju e keni parë, dhe të siguronte mandat. Se kam edhe anën tjetër të medaljes që e sjell në vëmendje një ish opozitar, një djalë i cili deri pak kohë më parë ka qenë numri 2 i një partie të majtë, po që qëndron në opozit, Partia e Lirisë. Brahimllari për shembull tha shprehimisht në studio, deri dje nuk e dija se si funksiononte. Kur u futa brenda, pash se sa sistematike ishte Partia Socialiste në të punuarit. Nuk punonin, tha, sot për nesër, por kishin kohë që punonin në mënyrë sistematike me zgjedhësit dhe patjetër që do ta kishin, tha, këtë rezultat. Pra në këtë kuptime kisha unë dhe analizën që ndoshta do duhet të bëj më në fund, po të vërtet këtë herë Partia Demokratike duke nisur dhe nga vetë kryetari. Për shembull ju, zonja Zhulali, jeni pro dorëheqjes së zotit Berisha pas humbjes në zgjedhje? Tani të them disa gjëra. E para, unë nuk e di se si një njeri që deri dje është gdhirë në një regjim, krejt papritur ngryset në një jo regjim. Tani ne ose jetojmë për kaq vite në një vend që i ka marrë plotësisht trajtat e një regjimi, ose jo. Dhe regjimet po janë shumë të organizuara, dhe ato patronazhistët i kanë të formuar gati si ushtri, dhe në ushtri gjëja e parë që i bëhet ushtarit Ola është depersonalizohet. Ai nuk mendon, ai nuk ndjen, ai nuk ka empati, nuk ka asgjë, ai merr vetëm urdhra dhe i zbaton. Nëse kjo është ajo që i pëlqen dikujt, është zgjedhje. Unë besoj tek liria. Liria është gjëja më e çmuar që ka çdo njeri. Dhe për këtë liri, dhe për këtë vlerë, janë futur pranë Partisë Demokratike, sepse besoj që kjo parti e përfaqëson këtë vlerë, dhe ky është një mision të cilin Partia Demokratike e ka shpallur. A do duhet kishte Partia Demokratike koalicionin më të madh mundshëm kundër këtij regjimi? Absolutisht po. Është bërë përpjekja për të realizuar këtë? Unë besoj se po, sepse ftesa jonë ndaj të gjitha partive, pa asnjë përjashtim, ka qenë e hapur dhe ka patur vetëm një kusht. Për çdo njeri që ishte kundër Edi Ramës. Ky ka qenë kushti i vetëm që ka vënë Partia Demokratike. Nuk ka kërkuar asgjë tjetër. Jam shumë e keqardhur që koalicioni nuk u zgjerua dhe të bëjë më i madh se sa kaq. Kishte edhe zotin Shehaj, kishte edhe të tjerë brenda. Por kjo është një zgjedhje vullnetare. Ne nuk kemi asnjë mekanizëm për të detyruar të tjerët. Kjo ishte një ftesë dhe kishte vetëm këtë kusht. Hajde bëhemi bashkë kundër Edi Ramës, duke ruajtur secili fizionominë e partisë vet, programin e vet, mirë po kjo nuk u bë e mundur për shkak të mungesës së vullnetit nga palët e tjera. Më vjen keq për këtë, një bashkim numrash do të na kishte nxjerrë në një rezultat tjetër. Megjithatë, nuk ndodhi. Do të ndalohet PD-ja dhe nuk do ta bëj këtë ftesë në të ardhmen? Patjetër që do ta bëj, sepse ne gjithmonë jemi përpjekur, e ka treguar në historinë e vet, që është përpjekur të ndërtojë koalicione sa më të mëdha që të jetë mundur. Ju keni parë brenda koalicionit ton dhe njerëz që nuk është se kanë ndonjë elektorat domethënës. Por për ne çdo vot ka qenë e çmuar. Qoftë edhe një vot sikur të kesh, edhe 2, edhe 10, nuk ka rëndësi. Ne duam që ta maksimizojmë numerikisht këtë vot me një mision për të rrëzuar këtë regjim. Kjo do të jetë edhe përpjekja jonë. Për pyetjen që më bëre tash, Partia Demokratike do të bëjë një proces analize së brendshme. Do të shikojmë çfarë ka bërë gjithsecili, si duhet ta kishin bërë më mirë, pse nuk është bërë po aq mirë, dhe pastaj proceset që do të hapen aty, ju do t'i shikoni vetë, sepse ne kemi patur gjithmonë proceset shumë transparente. A duhet jepte zoti Berisha dorëheqje në funksion të lirisë për cilën ju folët pak më parë? Nuk besoj që do t'i bënte mirë ndonjëri dorëheqja e zotit Berisha në këtë moment. Thash, ne jemi akoma në të nxehtë, sepse në fund ditës do trajtonte misioni për cilin tha se u fut. Pra për të luftuar këtë regjim dhe për të çuar denoncimin deri në fund. Unë mendoj që zoti Berisha ka një pozicion gati unik në opozitën shqiptare, që e ka treguar veten që është nga zërat më të fortë
dhe me diferencë shumë të madhe me të tjerët, që ka denoncuar krimin dhe regjimin. Pak njërës kam parë brenda Partisë Demokratike që të kenë guximin ta denoncojnë veçanërisht krimin dhe figurat e larta të regjimit, siç e ka denoncuar zoti Berisha. Dhe besoj që këtë peshë të madhe që ai ka dhe këtë merit, ai ju e mbani mend se si e shndroi në institucion qytetarin digjital, si e shndroi, me denoncimin që i bënte krimit. Nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Ju e dini vetë, ju jeni pjesë medias, edhe vetë media refuzon që ti transmetoj ato që zoti Berisha denoncon her pas here. Ose përpiqet her pas here ti vendosi vetëm në gojën e tij duke distancuar veten, se e tillë është pesha. Ne në këtë shoqëri jetojmë dhe njerëz jemi, e kuptojmë shumë mirë njëri tjetrin, kështu që unë besoj që këtë peshë të jashtëzakonshme, dhe e dyta, aftësinë që ai tregoi për të mbledhur bashk në Partinë Demokratike një shumësi njerëzish që kishin qëndrime të ndryshme, nuk besoj se e kishte për ta bërë njëri tjetër, aftësinë pra, nuk e kishte dikush tjetër, dhe ende nuk po tregon se e ka dikush tjetër. Dhe po ashtu atë aftësinë për të punuar me orë të zgjatura, ore pa orë, në çdo moment, duke mos u dorëzuar asnjë moment, po ashtu deri tani në Partinë Demokratike nuk e ka treguar askush tjetër. A është ai pa zëvendësueshëm përjetësisht? Po jo, se nuk ka njerëz pa zëvendësueshëm përjetësisht. Por nuk besoj që ky është momenti që zoti Berisha të tërhiqet dhe nuk është momenti për ta hapur këtë debat. Debati që duhet mbizotëroj sot në Shqipëri për të gjithë pa përjashtim është çfarë ka ndodhur me procesin e zgjedhjeve dhe për të vënë gishtin tek qeveria si përgjegjësia kryesore dhe e vetme për manipulimin e këtij procesi. Me fakte konkrete të cilat do t'i zbuloni ditë pas dite siç po ndodh. Dhe jo me deklarata, me video, me fotografi, me mesazhe. Për të arritur ku, në cilin përfundim në fund? Pra çfarë do të kërkoni ju në fund? Ne nuk do të shkojmë drejt fundit për ta kërkuar, ne kemi kërkuar që më herët. Këtu nevojitet që të shkohet drejt një qeverie teknike, e cila të mundsoj vendosjen e kushteve të barabarta për një garë të ndershme për të zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri.